diaspora nuk do t'jetë Kosovë, atë rezultati i zgjedhjeve do t'jetë krejt tjetër. E sidomos, nëse bëjmë një fushat më të mirë edhe e këto partit opozitare të cilat vërtet kanë heshtur, vërtet sikur edhe ato nuk po duan pushtet sepse po frikohen nga marrëveshja që do të pasoj e që është pasoj e pranimit të aneksit e cila është katastrofale për Republikën e Kosovës. Pra, Albini synon të shkojmë edhe në një palë zgjedhje, edhe ai të bie në përqindje dhe t'jeti detyruar që ta pranoj në koalicion, qoftë LDK-n, qoftë PDK-n, nëse ka mundësi LDK-ja t'jetë e vetmuar, ai do ta donte me LDK-n, por si duket rezultati i zgjedhjeve të 28 dhjetorit nuk ja mundson këtë me që përqindja e fitimit votave nga LDK-ja në këtë rast është 8 i ulët dhe nuk e plotson 80 votëshin, kështu që nuk ka mundësi as të bëjnë ndryshime kushtetuese, as të vendos për marrëveshje ndërkombëtare, as për asgjë tjetër, kështu që ai e dëshiron edhe diken. Ai do ta dëshironte me patjetër ta ketë në koalicion edhe Ramush Haradinajn, krahun e luftës, nëpërmjet cilit sigurisht do ta mbulonte atë pjesë, por Ramushi i ka shumë të acaruara raportet me vetëvendosjen dhe ai frigohet që Ramushi në asnjë rast nuk do të hyjë, edhe pse unë mendoj me propozim të Ramushit për president, kuptohet nëse pajtohet LDK-ja, atëherë do të zgjidhej problemi edhe qeverin do ta kishim edhe kuvendi do të konsiderohet kuvendi edhe pastaj do të esnim tutje sepse parën pastaj si president do t'ja lente negociatat zotit Haradinaj edhe ai do të shpëtonte nga ajo që ai vazhdimisht e ka kundërshtuar. Domethënë e ka kundërshtuar që të ketë marrëveshje apo asociacion të komunave me shumicë serbe